Finalizohet operacioni policor Midnight, goditet një rast i shfrytëzimit të prostitucionit. Arrestohet administratorja lokale ku organizuai kjo veprimtari kriminale dhe një shtetase që ushtronte prostitucion kundrejt pagesës. Sekuestruhet një shumë parash e dyshuar e përfituar nga ky aktivitet i jashtëligjshëm. Në vijim të punës për parandalimi dhe goditjen e veprimtarive kriminale që cënojnë rendin dhe sigurinë publike, pas një hetimi 3 mujor të zhvilluar me metoda speciale të hetimit, nga seksioni për hetimin e trafiqeve në drejtori vendore të policisë Vlorë, në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, u finalizua operacioni policor i koduar Midnight. Si rezultat i këtij operacioni u kapën dhe u arrestuan në flagrant shtetaset EK 41 vjeçe dhe EÇ 39 vjeçe, të dyja banuese në Vlorë. Nga hetimet rezultoi se shtetësia EK shfrytëzonte për prostitucion kundrejt pagesës shtetasen EÇ me klientë të ndryshëm që frekuentonin lokalin që 41 vjeçaria administronte në qytetin e Vlorës. Gjatë kontrollit fizik të ushtruar ndaj shtetases EK i është gjetur dhe sekuestruar një shumë parash e dyshuar si e përfituar nga ky aktivitet kriminal, si dhe një dozë lëndë narkotike e dyshuar kokainë. Vijon puna për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Materialet në ngarkim të këtyre shtetasve ju referuan prokurorisë për veprat penale, mbajtja e lokaleve për prostitucion, shfrytëzimi i prostitucionit, prostitucion dhe prodhimi dhe shitja e narkotikëve.